Një minutë, të lutem. Atëherë, së pari ka një propozim nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste për të mbajtur heshtje solemne, sipas nenit për 4 dëshmorë të demokracisë, sipas nenit 7.5 të rregullores, në konsultim me kryetarët e grupeve parlamentare, nëse jeni dakord, të vendosim heshtjen solemne, nëse jeni dakord, kryetarët e grupeve parlamentare, mbajtjen e heshtjes solemne në fund të kësaj pike, pra të pikës së 7 të rendit të ditës. Nëse jeni dakord. Së dyti, Zoti Flamur Noka ju tërheq vëmendjen sipas neni 64 për përdorimin e fjalorit pa përshtatshëm, gjuhë diskriminuese, jo parlamentare, para se të merrni fjalën, procedurë urdhëroni fjala për ju. S'po më kërcet mua, po dëgjoj tani. Se çfarë tërheqti, tërhiqi ato 60 megat atje në kolonjë dhe pastaj hajde tërhiqi gjëra të tjera. Se ato të mbajnë peng dhe për fat keq nga ushtari i Ramës, numri 2 i shtetit, i e shndruar ushtar i vrasësit të Ravik Gurës. Ka gjë më të nevoshme se kjo. Nuk i ka ndodhur kur këtij parlamenti kjo që po i ndodh tani. Tani të flas këtu dhe të përfaqësoj të ashtu quajtën mazhorancë. Personi 009 të flas këtu në emër të popullit të mazhorancë, që është mazhorancë. Toyota Yaris, koordinatori i trafikut të drogës me Toyota Yaris, të flas këtu në emër të popullit dhe të përfaqësoj pushtetin dhe mazhorancën. Ushtari Isuel Qelës të flas këtu personi 009 i cili gjendet në të gjitha dosjet që Britania e Madhe disponon për trafikun e drogës. Të flas këtu personi i cili gjendet në dosjet e Brukselit për trafiqe, këtu tregon që ju jeni katandisur, jo më përfaqësues popullit, po jeni thjesht band dhe keni vënë krye bandit në krye të grupit, sigur jeni edhe kundërshtet. Ti më vjen keq, ti më dhimbsesh. Ai 60 mekshi ty do të tërheq, Zoti Noka, më duhet dhe do edhe një herë falfalutet do marrë. Dhe do të shbëj edhe do të spurnoj. Kjo është çështja jote. Tani gjo. 64 rregullores, për sa i përket mashtrimeve, gjo. Për ju, nuk jeni këtu, nuk mund të bëni dot asgjë me dhunë, as verbale, as fizike, në Kuvendin e Shqipërisë, të paktën për sa kohë që jam unë në pozicion. Mund ta ngrini zërin sa të doni, nuk dilni dot me rregullore, nuk dilni dot me fjala juaj nuk është për procedurë dhe ndërpritet tani me njëherë. Shumë faleminderit. Nuk e merrni fjalën me forcë, dot ju kur, asnjëherë. Me forcë nuk e merrni dot fjalën. Dhe fjala juaj nuk është për procedurë. Hiqet fjala. Vazhdojmë me rendin e ditës. Fjalën e ka sipas listës diskutantëve zoti Sali Berisha, i cili nuk ndodhet në sallë. Fjalën e ka zonja Elda Hoti. Zonja Elda Hoti, fjala për ju. Nuk ishte procedurë. Zonja Elda Hoti. Zonja Elda Hoti, do merrni fjalën? Keni fjalën procedurë? Do ta merrni fjalën? Nuk ishte fjala për procedurë dhe ishte fjala e mbushur me shantazhe, diskriminim, thyerje për të cilën morët edhe masën disiplinore vërejtje, sipas nenit 64 të rregullores të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Mund t'i bini foltore sa të doni, me dhunë nuk merret fjala këtu është institucion kushtetues. Ju nuk mund të merrni dot asgjë me dhunë. Ju lutem mos ndërprisni punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja Elda Hoti, do ta merrni fjalën? Okej, vazhdojmë me listën e diskutantëve. Zonja Bora Muzhaçi. Zonja Bora Muzhaçi e ka fjalën.
Mund më hapni nga vendi kryetar? Nuk e liron foltorën, kolegu. Kolegu nuk liron foltorën. I nderuar kryetari i kuvendit, Se liron kolegu juaj. Zoja Muzhaqe. Përshëndetje nderuar kolegë. Zini vendet të vijojnë seancën, mos prishni seancën parlamentare. Do vazhdoj të flas për një temë që është shumë e Sepse rëndësishme. nuk e liron Ne sot po foltoren, diskutojmë traktatin e markave kolegu tregtare. juaj, nuk liron Kjo foltoren. fakt është mënyra se si mbrohet. Të liroj foltoren dhe të vazhdoj marka tregtare normalisht. dhe japin më shumë siguri si përmarrjeve shqiptare. Në një kohë kur çdo biznes ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë të mbrojë emrin, identitetin dhe reputacionin që ndërton me punë. Sepse kjo mark pavarësisht marrjes kartave, kemi plot kolegë që kanë mundësinë të na japin kartën për të vazhduar dhe për të folur, sado që Ju lutem zini vendet të vijojmë normalisht seancën. Ju lutem. ne nuk po ngret. Ju lutem të dëgjojmë kolegen. Nderuar koleg, Pyesni kolegun tuaj që bllokoi foltorën dhe prishi seancën. Në një vajzë tjetër. Merret karta deputetit Po dhe ti ke pak respekt për ato që ne Kurakun, se kemi kërkuar fjalën para te. dhe po prisnim që të flisnin. 5 minuta pushim. 5 minuta pushim. Pyesni zotin Flamur Noka. Shkak të shkeljes së rregullore së kuvendit nga ana juaj, ju po e çoni këtë kuvend në konflikt fizik. Dhe kjo është përgjegjësi e juaja e drejt për drejt. Ti heqësh fjalën kolegëve dhe t'ja japësh të tjerëve. Ndërkohë që ka një kërkesë për procedurë dhe është duke u diskutuar, kjo po e çon kuvendin në përplasje fizike dhe përgjegjës jeni vetëm ju, sepse nuk respektoni asnjë rregull të bashkëjetesës mes palëve në këtë seancë. Së dyti, kryetari juaj i grupit, pasi u ngrit në foltore dhe bëri pis, duke provokuar familjet e 4 dëshmorëve të demokracisë, të vrarë nga ish sekretari i përgjithshëm i partisë tuaj, ish ministri i brendshëm i kohës Gramoz Ruçi, vjen këtu dhe provokon dëshmor familjar dhimbjen e tyre. Ne kërkojmë fjalën, ti përgjigjemi kërkesës tyre me 10 deputet me këtë tallet ai. Në sallë janë 10 deputet të mbajnë thot 1 minutë heshtje. Caktohet një orar se ku mbahet heshtja, nëse nuk e ke për të tallur. Ne kërkojmë fjalën për të shprehur mbi të kërkesë dhe ju refuzoni ta zbatoni këtë rregullore që kemi miratuar gjithë bashkë. Dhe e çon situatën pastaj sa ngrihet në mënyrë të përsëritur dhe fyen dhe kërcënon gratë deputetët të opozitës. A keni ju përgjegjësi për bashkëjetesën mes palëve në këtë kuvend? Si mundeni të silleni ju në këtë formë, të provokonin në çdo moment, të fynin në çdo moment, kërcënonin në çdo moment? Që kështu zoti kryetar, që kjo seancë të kthehet në normalitet, zotria që guxoi të fyente, të kërcënonte deputetet femra të grupit parlamentar të PS-s, do duhet të dalë përjashta. M'fal, të PD-s do duhet të dalë përjashta. Që kjo seancë ketë mundësinë të funksionojë në normalitet. I shikoj zonjat e PS-s që zgërdhien. Nuk ka këtu asgjë për të zgërdhyer kur fyet një femër, ku kërcënohet një femër në mënyrë të përsëritur nga i njëjti individ. Njëherë foltore, njëherë me zë dhe njëherë pa zë. Nuk ju kemi fyer në njëherë askënd prej jush dhe s'do ta bëjmë kurrë t'ju fyem askënd prej jush. As t'ju kërcënojmë edhe as t'ju intimidojmë.
dhe të harrojnë. Dhe në vend që të reagoni, zgërdhiheni. Okej, faleminderit. Atëherë 1 minutë, Zoti Strazimiri, ju lutem, po unë kam të drejtën e fjalës për replik për shembull se mu drejtua mua? Jo, unë kam të drejtë. Nëse kam drejtë, ju lutem, uluni dhe më dëgjoni. Sepse Zoti Bardhi mu drejtua mua. Zoti Strazimiri, ju lutem, bani qetësi. Zoti Strazimiri, ju lutem. Ju me kam unë fjallën, si ta ja fjallën? Po e kam unë fjallën, pra e kam unë fjallën bas Zotit Bardhi mu drejtua personalisht dhe kam dhe unë të drejtën e replikimit. Se kam unë drejtë, mirë, kur t'jeni ju këtu, e imaginoj se si mund drejtohet kjo parlament. Dakord. Fix, e qartë, në regull. Tani, ka mundësi ti kthej përgjigje brenda drejtës time, me qënë se mu referua me emër, falemderit. Së pari, nëse bijem dakord që, në fakt jemi detyruar të bijem dakord, që ky parlament do të udhëhiqet nga një rregullore, ta respektojmë gjithë bashkë rregulloren. Ju lutem, se nuk është muhabet kafeneje, ju lutem. Së dyti, në rregullore, për mirë apo për keq, ka një nen i cili thotë se interpretimin e rregullores gjatë seancës e bën kryetari drejtuesi seancës dhe kjo është e pakontestueshme. Një sekond, të lutem, po, në këto raste, kur një deputet apo një grup deputetësh pretendon, tamam, bravo, shumë mirë, do më të pojujnë edhe këtu, dakord, në regull, as do të lezosh tjetër gjë, në regull. Atere, ka mundësi të mos e bëjmë si muhabet kafeneje dhe të më lejo të respektosh të drejtën që unë kam për të përgjigjur si që respektova unë të drejtën tuaj për të folur për procedur brenda minutazhit, nuk ju kam ndërprer as një sekond? Ka mundësi ju lutem? Pra, nëse do bijem dakord që do të ecim me këtë rregullore dhe nuk do ta zbatojmë rregullore në mënyrë kreative, atëherë ju lutem, më jini të drejtën që në një rrethant caktuar unë ta interpretoj rregulloren dhe nëse keni kontestime, përsëri rregulloria parashikon se si ato kontestime trajtohen. Nuk do të thotë se fjala ime është absolut, por për gjatë seancës e kam këtë autoritet. Dhe konkretisht kur dikush e merr fjalën për procedurë dhe nuk flet fare për procedurë, natyrisht që drejtuesi i seancës, kushdo qoftë, ka të drejtën ta ndërpres fjalën. Kjo nuk është dhunimi i demokracisë dhe të drejtës së fjalës opozitës. Nëse ju mendoni që unë kam gabim që dikush e merr fjalën procedurë dhe përdor fjalorin ndjes që po e përsëris, se nuk e kam fare për natyrë, i pa fytyrë, bandit, hora, hajdut dhe disa fjalë tjera që nuk i them dot. Dhe unë e ndërpres fjalën pasi i kam marrë dhe vretje, i kam dhënë dhe vretje si pas rregullores, sepse rregulloria kur flet për fjalën për procedurë, e ka fjalën për diskutim për rendin e ditës, për mënyrën e votimit, apo ndonjë propozim për ndërprerje diskutimi, postim për një ditë tjetër e tjera. Kjo është fjala për procedurë. Kur unë e gjej fjalën e një deputeti në kundërshtim me këtë pikë të rregullores, natyrisht kam të drejtën ta ndërpres fjalën. Kjo është, nuk ja u dhash sepse nuk arrita dot t'ja u jap për shkak se një koleg bllokoi foltoren. Kështu që ju lutem qetësoni dhe i kuptoni gjërat siç janë. E dyta. Dakor. E dini, faleminderit për foljen që përdore, po e dini ju se sa herë gjatë ditës unë mendoj të njëjtën folje, por nuk e them sepse nuk jam i lejuar ta them as unë as ju. Nuk mund t'i thuash dot tjetrit në sy gënjeshtar ti, se nuk je kriteri së vërtetës. E dyta, kam mundësi të përgjigjem kryetarit të grupit se nuk po flas për juve. E kam me kryetarin e grupit i cili mu drejtua mua. Në rregull? Dakor. Po mirë, mund të largoheni, sini detyruar të rini në seancë. Po. Sa i përket provokimit, tani ju e quani provokim, unë si kryetar
ku vendi drejtu seance, nuk kam asnjë të drejtë, as morale, as ligjore, që të heq të drejtën e një kryetari grupi apo një grupi parlamentar, sado i madh apo i vogël qoftë ky grup, që të përdor apo të propozoj apo të respektoj dëshmorët e demokracisë që janë të gjithë kombit shqiptar, nuk janë të një partie. Ju e quani provokim, unë zotri nuk gjej do të drejt ligjore që të shpall fajtor, vrasës, hajdut, bandit e tjerë një grup parlamentar. Kështu që unë e trajtoj atë sipas, ju lutem dëgjoni, e trajtoj sipas rregullores. Dhe po, zoti Bardhi ka 100% të drejtë, edhe kush do të jetë që e ngriti. Unë jam kundër, sepse rregulloria është kundër, dhe kështu do e vazhdimisht që heshtja solemne të mbahet sapo kërkohet. Absolutisht jo. Duhet dakordsuar një orar i caktuar. Dhe unë bëra pikërisht këtë gjë, pra nuk juftova të bëjmë mbajtjen e heshtje solemne me njerë sapo u propozua nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por thash, po pyes kryetarët e grupeve, nëse bijem dakord, ta lejojmë të caktojmë një orar, dhe orari që caktova, që ju propozova, një minut, orari që ju propozova ishte mbasi, pra rreth mbas një ore, mbasi të përfundoj diskutimi i pikës, po nuk e dëgjuat. Kam propozuar dhe nuk kam vendosur, vetëm pra propozuar dhe ju kam pyetur juve, kur të përfundoj pika e 7, pika që po diskutojmë e rendit ditës, do të thot pas rreth një ore, por gjithsesi nëse dikush tjetër propozon një orar tjetër, padyshim kjo nuk është çështje debati, është dhe orari.